Zgjedhjet qendrore duhet një ballotazh, për zgjedhjet qendrore duhet një ballotazh, ose nga ana tjetër, nuk është edhe ku vendet komunale s'kan dorë asgjë. Ndëgjoni, sistemi jon është sistem i mirë. Nuk e kemi çpik na sistemin. E kemi kopju sistemi parlamentar. Përjashto listën me 10, aty në diçka tjetër. Po, parashtrohet pyetja, a jemi ne për këtë sistem? Po i tashti nëse si jemi për këto, si jemi për asnjë. Më thonë se na kemi diskutuar këtë temë shumë shpesh. Ka shtete në botë cilat e kanë kopju kushtetutën e një shteti shumë të suksesshëm, dhe si bën punë. Do të thonë, janë disa çështje të cilat na duhet me i diskutu shumë seriozisht në Kosovë. Se kjo ka të bëjë edhe me sjelljen parlamentare, me kulturën parlamentare, me diçka që duhet me qenë e natyrshme si mirësjellje, si përgjegjësi që e merr dikush kur ulet në ulset e parlamentit. Do të thonë edhe është e natyrshme prapë që shkarjet nisin me ndodh diku edhe rrjedhin atëherë si zinxhiri. Do të thonë diku duhet më kput. Sistemi nuk është i keq. Sistemi parlamentar është këtë në rregull. Mirë po ka njëherë dikuj kur gjosi bjetamon. Pra vijat kuqe në zgjedhje lokale s'ka për subjekte politike? Deri tash pothuajse s'ka pas. AK-ja ka një situatë pak më ndryshe për shkak se ne e kemi seriozisht decentralizuar me vendimarrjen në nivelin lokal. Nuk do të thotë kjo që ne nuk konsultohemi, që nuk bisedojmë me kolegët tonë, por ne në aspektin statutar nuk kemi procedurë të vendimarrjes në nivel nacional për vendimet që i marrin degët. Nuk e kemi atë procedurë statutare, ka shumë kohë, më thonë, për mos e 2 dekada. Gjithmonë kemi funksionu kështu. Shumë shpesh ndodhë që diçka na pëlqen, diçka nuk na pëlqen. Mu, ose dikuj tjetër, ose kryetarit Haradinaj, ose kujt do të qoftë, amo shumë shpesh kemi mendu a duhet me ndru këtë metodë. Unë prapë mendoj që nuk duhet me ndru, për shkak se nëse njëherë nuk na pëlqen një zgjidhje, nuk do me thonë me ndru këtë sistemin. Për shkak se jemi në politikë, jo gjithçka është perfekte, jo gjithçka shkon që shka dëshirë dikush, kërkun në botë nuk shkon ashtu. Është kompromis politika, është situatë në cilën duhet me bisedu me tjerë. Kështu që po kemi situatat cilat mu nuk më pëlqejnë drejtën me ju tregu. Për shembull? Po du me kursy pak, po kemi situatat cilat nuk na pëlqejnë, amo nuk besoj që ne duhet me ndru statutin vetëm për faktin se një komunë dikush e ka bërë një koalicion që neve nuk na pëlqen. Këto situata duhet me i duru për shkak se gradualisht e krijojnë kulturën e brendshme që nuk krijohet për një ditë ose për një natë. Pra si të jap fjalën Gashit, edhe një konstatim, një pyetje konstatim për arsye se konstatimin po i referohem udhëheqësit demokracisë në veprim dhe drejtorit të Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, i cili 4-5 ditë më herët këtu më tha janë 2 fitues këtyre zgjedhjeve lokale. E pyeta cilët janë 2 fituesit, më tha është Aleanca e Ramush Haradinajt dhe vetëvendosja e Albin Kurthit. Me ato se si ka dalë. Vetëvendosja ka dalë me më shumë komuna në kuptimin 3 ka fitu pa ballotazh dhe synon të merr më shumë komuna, ndërsa Aleanca e cila ka qenë në një shenjestër të sulmit e ka mbajtur stabilitetin në rrafshin e qeverisjes lokale në komunat të cilat i qeveris me një mundësi eventualisht ta rikthej edhe Junikun. A ka patur drejt Kryeziu si duket survejimi juaj regjimi? Ne në Aleancë jemi të kënaqur me rezultatet. Definitivisht që kishim desh edhe më shumë. Amo patjetër që janë rezultate të mira. Në gjitha komunat ku kemi qeverisur për 4 vitet e kalume, në disa prim bindshëm, diferencat i kemi shumë të mëdha me ndjekësit në ato komuna ku jemi. Deçanin e kemi fitu në raundin e parë, në Junik, po besoj që kanë më përmirësu procedurat, për shkak se ka pas shkelje të rona aty. Nuk e di prej kujt, nuk du me bo aludime, amo tashmo veç e dim që shumë qytetarë të komunave tjera kanë votu në Junik, që nuk është normale. Absolutisht nuk është normale. Komunave tjera? Po, absolutisht. Komunave tjera, votues komunave tjera, i kanë ndru vendvotimet në momentet e fundit edhe kanë votu në Junik. Nuk është fair. Kushdo që e ka bo këtë punë, veç i kisha thonë që nuk është e ndershme, nuk është fitore ajo dhe nëse e fiton.
që është fitore e pandershme. Kur fitojmë, i përdorim gjitha metodat politike në demokraci, mundemi edhe me ushty mes vete me fjalë, qa mos, amo jo metodat të pandershme. Bon me i përdor ashtu metodat. Është gabim, nuk është fitore as kujt. E mas paku është fitore e qytetarëve të komunit saktuar në këtë rast Junikut. Nuk fitojnë qytetarët e Junikut nëse dikush prej komunave tjera ju ndron rezultatin e zgjedhjeve. Është gabim ashtu. Është gabim me bu ashtu. Përpos që është vepër penale, edhe që mundet edhe me u dënu. Ndërkohë që si rezultati përgjithshëm është në pritjet tuaja. Po i kemi parafërsisht 100 asamblejës, që është ma mirë se në zgjedhjet e kalume, në komuna në cilat kemë qeverisë primbendshëm në gjitha. Edhe i besojnë që i mbani komunat gjitha. Po patjetër, është pothuajse e pamundshme me pas rezultate tjera, thash për shkak se